Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Në këtë episod kam ftuar Besa Myftiun. Për mua ajo është shkrimtare, poete, është skenaristja e filmit që deri diku ndryshoi, jo nuk do thoja jetët e shqiptarëve, po është fiks në atë kapërcyellin e lirisë, e temave tabu. Unë e dua erën. Besa Myftiu nuk të ka marrë vetëm për unë e dua erën. E bukura është se kur ju a thash disa njerëzve të mi të afërm se kisha të ftuar Besa Myftiun, jo të gjithë të njohin, edhe më duhej që ta sqaroja që është mami e Elina Dunit. Nuk e di si vjen kjo tek ti. Jam mësuar. Okej. Sepse Elina është më e njohur se unë. Ajo është e njohur në Shqipëri. Të vjen mirë. Po, sigurisht. Se kur thua jam mësuar, je pajtuar apo dhe të pëlqen? Po, është një fakt. Dhe është shumë bukur ta kesh vajzën të njohur dhe më të famshme se sa vetën për nënat. Po, tamam përgjigje e bukur. E kam ftuar Elinën, e kemi lënë që një ditë do takohemi. Më ka thënë. Por unë takova të parën Besën, edhe jam e lumtur që jemi bashkë për ta bërë këtë bisedë, sepse Besa mua më pëlqejnë shumë jetët autentike. Edhe ti e ke një të tillë. Nëse e shohim Besën nga fundi, pra kur them fundi, ditët së fundmi, tani, jo nga fundi qoftë sa më larg. Dhe Besën nga fillimi, që kam parasysh vitet 80, kur ishe pedagoge, gazetare e kulturës, vajza e një shkrimtari disident, Mehmet Myftiu, dhe Besa tani. Çfarë do thoje, është e njëjta Besë? A ndryshojmë ne thelbësisht gjatë jetës, Besa? Ndoshta dhe ndryshojmë. Ka njerëz që ndryshojnë, që kanë trauma dhe jeta në një moment shkëputet dhe merr një drejtim tjetër. Ndërsa në rastin tim, jeta ka patur vazhdimsi. Më thonë, unë isha pedagoge në Shqipëri, u bëra pedagoge në Zvicër. Shkroja poezi në Shqipëri dhe tregime, të njëjtën gjë bëja edhe në Zvicër. Bënim mbrëmje me miqt dhe kërcenim këngët e viteve 80 në Shqipëri dhe të njëjtën gjë kam bërë dhe në Zvicër. Kështu që në rastin tim mund të them që jeta ka qenë një vazhdimsi. Nuk ka patur një ngjarje aq traumatike sa ta ndante jetën përgjysmë. A kam të drejtun kur të përshkruaj si një jetë autentike ty? Jam informuar mirë për këtë, kam lexuar mirë? Tash unë kam përshtypjen që çdo jetë është autentike, por varet shumë nga këndi i vështrimit. Megjithatë, disa jetë kanë ngjarje pak më rokamboleske se sa jetët e tjera, sidomos kur ndron vend, sepse duhet ta fillosh jetën nga fillimi. Dhe gjëja më e çuditshme është që shumë nga miqtë e mi dhe mikeshat e mia, që kanë ikur jashtë shtetit, ato e kanë filluar jetën nga fillimi, mirë po kanë arritur gati në të njëjtën pikë si atëherë kur ishin në Shqipëri. Sa herë ke filluar jetën nga fillimi? Çdo ditë. Në vitet 80, kur ke qenë edhe mami i Elinës, Elina duhet ketë ardhur në jetë, Isha studente. Dhe në atë kohë e martuar me regjisorin Spiro Duni. Po. Të bëje një divorc në vitet 80 nuk ishte një gjë normale në Shqipërinë e asaj kohe. Dhe kjo është një jetë autentike, një jetë pak atipike. Atipike. Ndoshta kur thoja autentiken tek ti kisha parasysh atipiken e jetës tënde. Dhe nëse do ndaleshim në këtë moment për një grua shumë të re, ti e bërë mami studente, më pas Elina do ke qenë e vogël kur ti e divorcuar. Çfarë do më thoje mua për atë kohë? Çfarë do t'i thoje atyre që të ndjekin për atë kohë të jetës tënde? Po, më çove shumë larg, megjithatë do t'jap një përgjigje që e mendoj të saktë. Unë kam qenë fëmijë shumë i përgëdhelur dhe ne u martuam dhe qëndruam te prindrit e mi në një dhomë, Spiro, Elina dhe unë. Dhe mami çonte Elinën në çerdhe dhe pastaj vinte më zgjonte nga gjumi dhe thoshte ngrihu se duhet shkosh në shkollë. Dhe duke qenë shumë afër prindërve dhe Elina në një farë mënyrë ishte si personi, si fëmia i katërt në atë shtëpi, unë
kur jam ndarë, nuk jam ndarë me një dëshpërim shumë të madh, por sepse në atë moment isha në Elbasan dhe thash jam më mirë pa Spiron se sa me Spiron. Por unë akoma e desha atë dhe është njëri që unë vazhdoj ta dua dhe ne na lidh dhe vajza dhe domethënë nga larg sigurisht dhe nuk është se si të ta them divorci ndoshta për një persona të tjerë ishte një ngjarje shumë e rëndë. Unë nga që ishta vajzë e përgëdhelur, nuk e mora me kaq nuk e mora si tragjedi. E more vetë vendimin, a po e morët vendimin? E mora vetë vendimin. Okej. E mora vetë, isha në Elbasan, edhe thash jo dua të them atje tek prindrit, nuk më pëlqen të jetoj këtu, domethënë, nëse çdo divorc ka ato nuk isha përgatitur flisja për divorcin, fakt është shumë e çuditshme. Domethënë, sa herë që më ftojnë në intervista, flas për jetën time, por nuk kam folur ndonjëherë për divorcin, sepse nuk mund të them që e ndau jetën time më dy, sepse unë jetoja me prindrit, ishte dhe Elina, u fut dhe Spiro aty, dhe pastaj Spiro iku dhe ngela me Elinën dhe me prindrit. Dhe kështu vazhdova gjithmonë. Nuk është fare në natyrën time profesionale të fus fundet aty ku s'më takon. Por me një grua të lirë dhe me një grua në një mosh me përvoj, më pëlqen të flas dhe të pyes, e di pse të pyes për divorcin, sepse ende njerëzit kanë frikë të marrin vendime të mëdha, të cilat mund të jenë pak të dhimbshme dhe të vështira për momentin, por pastaj të hapin të gjitha dyert, dhe ti e drejta për të qenë i lirë dhe për të bërë jetën që ti do, është për të gjithë, është legjitime. Dhe njerëzit si puna jote, më duket sikur mund të jenë inkurajues për ata që dëgjojnë dhe më që mund të kenë ende një kompleks, është ende temë kjo gjë. Po, tani faktikisht që t'jem e sinqertë, unë që kur u martova, nuk mendoja që tashti deri në fund jetës do jemi bashkë. Do me thonë, si të ta them, ishte që sa kohë t'jem e lumtur, do rri me të. Dhe ndoshta nga librat që kisha lexuar, kisha filluar të lexoja shumë e vogël dhe më dukej sikur njerëzit duhet rrinin me njëri tjetrin sa kohë ishin shumë të lumtur. Dhe nëse nuk janë më aq të lumtur, le të vazhdojnë vetë. E dyta, diçka shumë e rëndësishme, unë nuk kam frikë nga vetmia. Jam lindur në një shtëpi ku kishte shumë njerëz dhe mundohesha të gjeja ndonjë cep, ndonjë dhomë që të mund të lexoja. Dhe njeriu që nuk ka frikë nga vetmia dhe që dëshiron të shkruaj, çdo gjë që e ka shumë kollaj të ndahet. Domethënë nga puna, nga gjërat që shqetësojnë dhe që nuk e lejojnë që të realizohet. Kështu që për shumë persona për cilët ndarja nga burri është tragjedi, unë nuk e pash ashtu. Unë thash, unë e dua në një mënyrë tjetër si mik nga larg. Por nuk dua që të jetoj atje dhe të ndaj përditshmërinë me të. Prindrit e tu, babai yt, shkrimtar disident, lexova diku që, se unë jam mosha e Elinës. Unë kam qenë shumë e vogël, unë tani lexoj këto. Lexova diku që kishte kaluar një pjesë të mirë të jetës së tij, i dënuar nga regjimi, shiste cigare në një kinkalerinë, atë kohë kinkaleritë ishin. Si e lidhur ti me këtë histori? Unë isha 5 vjeç kur babai e dënuan dhe e kam parë gjithmonë si një hero. Dhe ai thoshte shpesh unë nuk jam viktim, unë e kam zgjedhur vetë fatin tim. Kështu që ndoshta kjo familja atipike më bëri dhe mua që të mendoj që jeta ime nuk do të vendosej nga të tjerët. Dhe babai ishte njëri i gëzuar. Babai kthej në shtëpi, unë e kam përshkruar në Rrëfime nga vendet e harruara, një nga romanet e mia. Kthej nga shtëpia dhe thoshte sa xhiro kam bërë sot, gjeni. Edhe ne thonim jo 20.000 kështu dhe ai shumë i lumtur që kishte bërë xhiro shumë të lartë. Edhe mami thoshte se mos janë paratë tua. Po ai thoshte unë kudo që t'jem, dua ta bëj punën mirë. Dhe e donin kaq shumë ata fëmijët e lagjes, ai bile shkonte kur nuk kishte fletore me 4 ore. Shkonte vetë në magazin, thoshte fëmijët vinë më kërkojnë fletore me 4 ore. Po thonin ata, verdi ky,
që po nuk ka lidhje për këpucët, po s'kemi shofer, se po pi atje tek klubi. I mbaj vetë, thoshte, i marr me taksi. Kështu që babai ishte një njeri që kishte zgjedhur vetë fatin e tij. Më thoshte shpesh, mua më mjaftonte të heshtja. Dhe unë kisha përshtypjen që po jetoja me një njeri të madh, me një hero. Dhe kështu e kam jetuar unë dënimin e babit. Sepse, në fakt, ne ishim në Tiranë, nuk na e hoqën telefonin, dhe babai, nga që ishte i deklaruar si invalid i grupit 4, do me thonë i smur, mendor, kishte rrogën e profesorit. Kështu që nga pikpamja ekonomike, do me thonë, askush nuk ishte i varfër në Shqipëri, po ishim dy rrogat të larta, mami mësuese dhe babai me rrogë pedagogu, dhe babai gjithmonë që e konsideronte jetën, tregonte momente nga jeta e tij me shumë kënaqësi, momente kur do ta përshkatonin në kampin e Prishtinës edhe u ndodh përpara vdekjes dhe si shpotoi rastësisht nga vdekja. Dhe ndoshta ky fakt që ai e kishte jetën për së dyti e bënte që mos shikonte asgjë në formë tragjike. Dhe unë isha e mbrojtur me këtë mentalitet. Bile unë i thoja babit që unë kam shumë qef që të rrëmbehem. Sepse lexoja nëpër libra, dhe më thoshte babai, po ti s'ke nevojë të rrëmbehesh se çdo që të duash ti, unë ti do ta marrësh. Ua, sa i natë. Pastaj thoja, po mirë, nuk jam e adoptuar unë. Fatkeqësisht nuk isha e adoptuar. Do me thonë, thoja, po pse jam në një familje kaq normale? Babai më thot, ti çdo që të duash, kushdo që t'je, dhe sa po i dal nga burgu, ti të po të thuash, unë e dua këtë, do ta marrësh. Kështu që për mua ndoshta divorci ishte një vazhdimsi e kësaj jete në një familje ku ne kishim lirinë e mendimit, jo të veprimit, të mendimit. Do me thonë, ne mund tonim gjithçka dhe thash, unë jam e lumtur, do martohem me këtë person, dhe mbas 5 vjetësh, se 5 vjetë ndojtëm, ndoshta njerëz të tjerë thonë, po nuk jam më kaq e lumtur, po do rri. Sepse këtu do flas një çik për martesën. Martesa historikisht nuk ka të bëjë fare me dashurinë. Martesat e para, domethënë që njihen, martesat e para me dashuri kanë lindur në kohën e proletariatit, sipas Engelsit, sepse nuk ishte bashkim familjesh ose bashkim pronash, por ishte bashkimi dy njerëzve që s'kishin asgjë. Due cuore una capanna, si e thon italianët, dy zemra një kasolle. Po, dhe njerëzit rinë se kanë fëmijë, se kanë prona, dhe nuk shumica e çifteve, domethënë, mbasi harxhohet ai pasioni i madh, kanë gjëra të tjera që i lidhin. Dhe siç duket, shoqjet e mia për shkakun që nuk ndaheshin, kisha disa mikesha, ato e donin shumë më pak burrin se që doisha unë që u ndava. Kështu që është një perceptim që deri tani ka qenë jashtëzakonisht bukur. Ose dashuria ka qenë aq e madhe sa që pasioni aq i madh sa që falen shumë gjëra. Arrin një moment që njeriu nuk i fal me ato gjëra që i falte në fillim të lidhjes. Pse martohen, pse vazhdojnë njerëzit të martohen, Besa? Sot. Dashuria nuk ka nevojë për martesë, por martesa është një konvencion social. Dhe prandaj vazhdojnë të martohen. Për shembull, në Zvicër kam miq që kanë 20 vjet me njëri tjetrin, që kanë dhe fëmijë dhe nuk janë të martuar me ligj, sepse nuk kanë nevojë, kanë lek dhe nuk kanë nevojë për këtë mbulesë shoqërore dhe mentaliteti aty është krejt i ndryshëm, domethënë. E thua shumë bukur, tamam si një shkrimtare, është një lloj mbulese shoqërore. Unë jam një grua single. Edhe ndonjëherë e kam parë, nuk e kam parë unë në fakt. Sigurisht që nuk kam patur dy prindër që kanë instaluar tek unë vetëm lirinë, e kanë pritur një martesë. Nuk kanë qenë fanatik, po e kanë pritur. Megjithatë, ajo që unë kam vënë re për shembull në jetën time, Besa, dhe po ta rrëfej, se nuk i marr njerëz vetëm të më rrëfejnë, po edhe unë mund të tregoj nga vetja, është që ndonjëherë e kam parë si një minus në jetën time.
A thua se nuk jam e mjaftueshme, nuk jam e pjekur sa që duhet, diku kam dështuar që nuk e kam bërë këtë gjë? Në fakt, duke qenë në Shqipëri, martesa është një provë dashurie në Shqipëri, se varet nga shoqëria. Ndërsa në të tjera vende, në shtetet të tjera, nuk shihet kështu. Në Suedi, e disa vajza ka që nuk martohen dhe që ju luten meshkujt që të martohen, sepse meshkujt kanë më shumë nevojë për ne se sa ne për meshkujt. Ata kanë nevojë për hizmet akoma dhe në këtë kohë. Kështu që tash unë kam shumë vjet që kam ikur nga Shqipëria. Babai më thoshte shpesh, majat janë të vetmuara. Dhe ky ka qenë një ngushëllim shumë i madh për mua dhe këtë po ta them. Sa më i ndryshëm të jetë njeriu nga të tjerët, aq më vështirë e ka të gjejë një partner në ngjyrat e tij, për të mos thënë në lartësinë e tij, se nuk dua që t'ula skënd. Po. Dhe është shumë e vështirë në Shqipëri për gratë e emancipuara, vajzat e emancipuara, të gjenë një partner në nivelin e tyre. Dhe shoqjet e mia, të cilat i kam patur në vitet 80, kanë ikur të gjitha jashtë shtetit dhe të gjitha janë martuar me të huaj. Unë nuk kam asnjë mikesh timen që po mundohem tani të shoh që është martuar me burr shqiptar. Pse kështu? Sepse mendoj që mentaliteti i shoqërisë shqiptare nuk është i njëjtë si në Itali, Greqi, Zvicër, Francë, Gjermani. Dhe këto mikeshat e mia kishin vuajtur duke qenë gra të lira nga vështrimi shoqëror. Më thej, kur po flisje për babin, the një moment që babi të thoshte vazhdimisht që ti mund të kesh çfarë të duash, këtë të duash, sa herë të duash në jetë. Ndodhi kështu vërtet? Jo, nuk më thoshte këtë gjë, më thoshte që nëse ti dëshiron të martohesh me një person, unë nuk do t'jem kundër. Okay. Sepse babai im ishte njëri klasik. Domethënë ai mendonte që do dikënd martohesh edhe mbaron puna. Domethënë, edhe më e bukur ishte që unë s'isha të bëja dasëm. Dhe babi tha, u tha njëre martoj gocën unë, dhe ishte të bënte dasëm. Dhe vlla im që kishte shumë humor, ishte i vogël, babi tha, asaj nuk i dihet. Kështu që desha të them këtë gjë që për mua nuk ishte aq tragjike ndarja. Sepse unë nuk theva prapë te prindrit dhe isha shumë e lumtur. Mbas, domethënë, dhe kisha disa shoqet mijat që ishin më të mëdha se mua dhe të martuara, se moshatarët e mia nuk ishin martuar akoma. Unë isha 24 vjeç kur u ndava. Dhe asnjë nga shoqet e mia nuk ishte martuar. Por disa më të kolege, më të mëdha në moshë, më kishin thënë që po të kisha dhe unë një mama si Elsa, që më thoshte ti një moll hedh në rrugë dhe një më të mirë e gjen, domethënë gjithmonë. Dhe unë do isha ndar sigurisht nga burri. Të paktën 4 shoqet mia në atë kohë më thonin këtë gjë. Kushërirat e mia, unë ku të shkoj thonin. Po ti ke Elsën që të hap portën. Domethënë ndarja ishte e vështirë edhe sepse familja nuk e shihte me sy të mirë një grua që vjen me fëmijë, rikthehet në shtëpi. Pse Elsa jote ishte kështu? Se m'donte shumë. Po dhe të tjerat e kanë dashur. Me siguri do i kanë dashur fëmijët e vet. Është vetëm dashuria përgjigje? Mendoj që është vetëm dashuria, sepse ajo m'donte aq tepër sa që përveç lumturisë time nuk i interesonte asgjë dhe nuk i shikonte gjërat e tjera. Ti ke qenë me Elinën si Elsa me ty? Se trashëgohet pak kjo? Sjellja kështu? Po, domethënë në ato parametrat e Elsës që nuk më ka bërë asnjë kritik gjatë gjithë jetës, nuk kam qenë dot. Kur. Unë nuk kam dëgjuar asnjë kritik nga mamaja ime. Çdo gjë që bëja unë ishte shumë e mirë, shumë e bukur. Dhe nuk kam njohur ndonjë mama tjetër të tillë. Ishte shumë e gëzuar mamaja. Një personazh mjaft librash. Shumë atipik. Si e ke dashur? Si e do Elinën ti? Elinën neve, domethënë Elinën e dua së pari si
vajzën time, mirë po ne jemi rritur në qikë si motra binjake, si që thot dhe Elina. Se ke qenë shumë e re kur je bërë Kam mame. qenë shumë e re kur kam qenë mami dhe ka qenë mama e ime atje, që e çonte në kopësht. Dhe do të thënë deri në moshën 4 vjeç që kemi jetuar, unë isha në shkollë. Dhe ika në shkollë, do me thonë Elinën e çonte mami në kopësht ose motra, në fjalë ishte fëmia i shtëpisë. Në 91-shin ke ikur nga Shqipëria. Po. Jam e saktë. Po. Ke ikur nga Shqipëria vetëm me Elinën? Ja do të tregoj Si ishte situata që ike? Sapo ishe futur pak edhe në jetën publike? Ishte skenaristja e filmit në atë kohë, në 91-shin ka dalë Unë e dua erën, me Ndriçim Xhepën dhe Luiza Gjuvanin. Teme fort, emocionuese. Unë kam patur një problem, nga që baba ishte i persekutuar, sa po shkoja për të botuar poezi, Besa Miftiu, çfarë ke me Mehmet Miftiun? Baba. Edhe nuk më botonin. Dhe unë hera e parë që kam botuar poezi, ka qenë me mbiemrin Besa Duni, se nuk më pyeste më njëri. Dhe takon babai Dalan Shaplon, që ishte tek revista, dhe i thot nëntori, dhe i thot, më po keni botuar një Besa Duni. Ku e diun, thot ai, e ka botuar Ademi Strefi. Po të shgoca ime, si goca jote nuk e dinte, do më thonë se unë kur shkoja. Kështu që një nga arsyet që unë nuk kam botuar, ishte mbiemri. Dhe për herë të parë, kur kam dalë me një përkthim të Bajronit, i burgosur i Shilonit, Besa Miftiu, Ismail Kadareja më tha të uroj për emrin. Ishte hera e parë që dilte Besa Miftiu, kishte vdekur Enver Hoxha dhe unë isha ndarë. Do me thënë, unë kam shkuar që e vogël dhe nuk kam qenë dot emër publik, sepse nuk mi pranonin shkrimet. Dhe pastaj mbas vdekjes së Enver Hoxhës u hap pak. Do me thënë, atje fillova të punoj Pas 85-s? Po. Fillova të punoj tek skena dhe ekrani, dhe aty më pranuan, do me thënë, edhe me ndërmjetësinë shokët e babit, që nuk e ndihmonin dot babin, më kanë ndihmuar, të them të drejtën. Por mbas vdekjes së Enver Hoxhës, sepse hija e tij ishte shumë e fortë. Kështu që unë nuk kisha ndërmend në 91-shin të ikja nga Shqipëria, në fakt. Gjëja që më shqetësonte në Shqipëri ishte mentaliteti në lidhje me lirinë. Dhe megjithatë thash po shkoj në për vizitë në Greqi, se kishim, maman e kam gjysmë greke, gjyshen e kam greke. Dhe kishim gjithë njerëzit atje, po bëja vizën për në Greqi. Dhe në këtë kohë, takojmë një gazetar nga Kosova, bashkë me një djalë të ri, i ftuam për darkë, nga që babai i pëlqen, kishte qenë kam ne për qëndrimet në Prishtinë, edhe kishte shumë simpati për Kosovën, kosovarët. Dhe ishte njëri shumë i hapur, domethënë, për miqtë e mi, jo për persona me cilët kisha lidhje të tjera. Dhe ai Elina duke kënduar, u tha këto ta marr në Zvicër. I bëm miq. Edhe ne tashti, nuk e di se si. Tha po mirë, shumë mirë, do shkoj Elina të shofi Zvicrën, do ta çoni me një të panjohur. Nuk e di, mirë. Sa vjeç ishte Elina? 11, 10? 9 vjeç. 9 vjeç. Edhe dhe ndërkohë ai vajti t'i bënte vizën dhe këto tha nuk lejohet pa maman. Do me thonë, unë vajta në Zvicër, me qënë se Elina kishte qef të shifte Zvicrën dhe i kishte premtuar, me qënë se ai personi që në erdhi për vizitë në familje dhe me cilin u bëm miq, i tha po e marrë në Zvicër, t'i tregoj Zvicrën. Ndërkohë, edhe një shoqja ime, Raimonda Koçibelli, do të shkonte në të njëjtin qytet, edhe ne u lidhëm dhe ikëm të treja. Ne kemi ikur pa vizë, pa bilet për Elinën, sepse unë thash Udhtoi edhe pa bilet atëherë? Jo, nuk udhtoi, ne kemi udhtuar pa bilet. Se një person që më preu biletën, me mendimin që të më gjunte për që nuk i doli gjë, i thashëm po do iki me gocën. Ua, tha, pa jo e vogël është, mere në Shiko se më ngeli mendja te ky që të gjuan. Në prehër, më fal. Po është e vërtetë. Kjo është histori Marsi, për gratë e Marsit. Tani, e rimar, do me thonë,
Ai më thot, jemi tek Elina pa bilet. Po. Po. Unë tash do iki me vajzën, më duhet dhe një bilet për vajzën. Ua, tha, pa jo është e vogël, ti merë në prerë si në kinema. Edhe unë s'kisha hyrë në njërë në avion, dhe thash, po mirë e vogël është ajo, unë në kinema nuk i blej bilet, kështu që po e marë në prerë. Edhe, tani, kur shkojmë te avioni, ne kishim biletën, po s'kishim vizë. I thamë, po ne me që kemi biletën, në qoftë se unë tregoj tamam se si ne shkojmë në Zvicër, nuk mbaron biseda 1 orë e gjysmë. Unë do t'i bie shkurt. Po të lutem tregoje. Flasim 3 orë bashk. Më thot, ai ishte i ftuar në skenar në premierën e filmit, unë e dua erën. Ua, tha, po ç'bën ti këtu, tha, se sot është premiera e filmit. Ti besa mi ftiu se kishte marrë ftesën. Po. I thash unë do iki në Zvicër, po tha ti si do ikësh pa vizë? I thash unë do na presin, aty kemi një faks, se që kishim një faks kot më kot, jo, tha kjo nuk është do t'ju kthejnë, po mirë, thash unë na kthejnë. Ne biletën e kemi, unë të shkojmë deri në Zyrik, edhe kthehemi, punë e madhe, çfarë humni juve, nëse nes na lën të hymë. Ai nga që kishte edhe të simpatin, me qenë se isha skenaristja e filmit, po tha po pa vajzën. Pa tjetër, i thash unë, pa vajzën. Dhe në atë kohë ishte ai sporteli i ullët, do me thonë, dhe në vend që ta çoja nga e djathta, e çova nga e majta. Aty ku i thash shko aty ku është ushtari me pushk, edhe më prit aty brenda, i them Elinës. Ajo nuk kujtoi se ishte normale. Ai ushtari ishte me pushk, e ka parë, ka thënë, ky ka dalë, ky kalamani se kanë vënë re, se ku i shkonte mendja atij që mamaja ishte tek sporteli dhe goca po fute. Ka dalë duke lujt, a ishte ndrysh, u fut. Edhe i tha, e hoqe, po i thash unë e hoqa. A i pa aty, po si shkoj, nuk i shkoj mendja kur as njeriu që vajza ime ishte futur vetë në dhomën e pritjes për t'ikur nise avioni. Dhe avioni po na priste ne. Bëm mama dhe të ngjaj. Dhe ndërkohë, do me thonë, ato biletat ishin me shumë fleta atëherë kur kemi ikur, dhe unë kisha vetëm fotografinë. Dhe ju thoja të gjithëve jemi kontrolluar në 100 herë, ne s'na kontrolloi asnjëri. Se unë e dija që nëse diçka e beson, ajo arrin t'ju amponosh dhe të tjerëve. Dhe ne kemi kaluar 4 rreshta ushtarësh, duke thënë po ja më ku i keni të tëra, akoma do na kontrolloni, secili t'i thoja këtë fjalë. Dhe ai kujtonte se ai më përpara na kishte kontrolluar. Dhe ne arritëm në avion, unë ju tregoja fotografinë. Edhe në fakt, biletat ishin ja 5-6 fleta, kisha marrë dhe biletën e Mondës, e ishin bërë ja 8 fleta, kush kishte nerva atje, ne duke vrapuar, po ikën avioni, dhe ne ipim në avion. Dhe kur arrim atje, ai doganieri, tha si është e mundur, ta kam 25 vjet në këtë aeroport, dhe këtu një kanarin nuk është futur pa bilet. Si është e mundur që ky fëmijë ka udhëtuar pa bilet? Se unë desha ta marrë në prerë. Mirë po pashë aty ishin gjitha bosh, në vetëm 6 veta ishim në avion. E i thash shko ullu aty. Dhe i them stewardesës, më falni, i thash, a mund të futet ullet ajo aty, se unë pse ta mbajmë prerë kur ka vende bosh. Po, tamam. Edhe ull, po, i dhanë edhe kalema për të vizatuar, ne ishim kështu. Pristim në çdo moment, derisa unë nis avioni me zemër të ngrirë kur nis avioni pastaj. Arritëm atje, Zviceriani. Tha, ma si ka ardhë pa bilet? Edhe unë i thash, po unë thash nga që nuk kisha lek, thash, po blej vetëm një bilet, edhe po e mbajnë prerë, thash, si në kinema. A i vdiq gazit. Edhe ajo fjala që unë do të mbajnë prerë si në kinema, bëri që ata t'ishin shumë të favorshëm, që ku erdhi personi që nuk e dinte fare që kishim ardhur, a i kishte hedhur një llaf, a i kosovari, po mirë tha hajdeni. Dhe ne marrim telefon, ne jemi këtu, tha, në Zyrik, si qysh tek, tha. Ai vetëm një llaf, nuk është se kishte organizim. Absolutisht asgjë. Me një fjalë goje atëherë. Ai një fjalë goje, po mirë po e marr. Ishte me makinë, po dhe ai, do me thonë, nuk e dinte që nuk merret kalamani kështu sikur shkon nga Gjilani në Prishtinë. Ose nga Korça në Pogradec. Sa genuine, aq rastësore, aq ka një gjë këtu. Dhe, do me thonë, prej Elinës kam shku në Zvicër. Dhe, vajta atje, ua, thashëm, po këtu, pem ke ne, pem këtu. Shpi ke ne,
shpi këtu, se unë prisja ndë një kështu Disneyland, në një gjë, që kur të futem, do me thonë, do me mbjeri pika. Po, bini çokolata nga qielli, mendove ti. Kaq larg, sas nuk... Kështu që, me një fjalë, unë kështu vajta në Zvicër, edhe a i na priti në shpinë e vetë, do me thonë, se ne i vajtëm nuk do na përzinte. Ja bët fakt. Po, ja bën fakt, edhe na priti shumë mirë, me shumë bujari. Dhe kishim, na dha një vizë 10 ditëshe, 10 ditore. U ktheve më në Shqipëri, apo nuk ishte shanset ktheheshe më? Absolutisht që u ktheva. Unë kisha vajtë për të parë, po jo, unë nuk e kam menduar kur që do jetoja shtetit. Unë nuk kam qenë, nuk isha, unë ditën, tashi, ne do ktheheshim. Pa. Mirë po, nuk na lanë t'iknim se s'kishte bilet e Lina. Dhe si t'ja bëjmë ne, dhe ne duke pritur, do më thonë, bas 3, ishim dhe 2 ditë, bobo, si do t'ja bëjmë, edhe tha i miku, do t'ja blej unë biletën, se nuk iknim dot nga Shqipëria. Më falë, nga Zvicra. Po, e kuptoj. Po, të shiko, kisha shok të klasës që më thonin në gjimnaz, për çdo teorem ka dhe ajo vërejtje për jashtim nga rregulli. Kështu që të gjithë si t'ja bënin që t'iknin nga Shqipëria, unë kisha hallë si t'kthehesha në Shqipëri, unë nuk kthehesha dot në Shqipëri. Dhe ndërkohë duke pritur aty makinën, shikoj një qen të madh, u kthyem. Tashi do rinim dhe 3 ditë. Dhe do niseshim me avionin e radhës, 2 ditë më vonë. Pa. Edhe shikoj një qen të madh. Ua, thash, si s'pas kam frikë nga ky qeni, dhe po i tregoja historitë qenit në anglisht, nuk e kuptoj. Dhe në momentin që po do futesha... Ti mendove që qenë flasin anglisht atje? Po mund t'i kisha folur dhe shqip. Po pra, nga gjitha gjithmonë duke folur anglisht me njerëzit, i flas dhe qenit, më vonë e kuptova që i kisha folur anglisht. Dhe sa po do futesha brënda në makinë, kisha dalë pija një cigare, ishte një qen kongal akbash, jashtëzakonshëm, shumë i madh, shumë i bukur. Unë kam frikë nga qen dhe aty në atë moment nuk pata frikë. Kur shoh deli zoti qenit, thash Besa, mos u fut më në makinë. I bukur, me bukle. Edhe më tha, mos dali qeni ke rruga kështu ashtu, unë thash vazhdo me qenin. Dhe duke kështu doli prap. Tha, është ftofët aty, tha, do të pish një cigare brënda, ishte me një cigare ndo. Më vonë, do me thonë... E qoj Perëndia të ty. E qoj Perëndia, unë vajta aty dhe i thash, qarë është kjo dhe shoh se ç'po skulptonte. Tha, ky është Vugur Varri. Ua, i thash unë në anglisht. Dhe, po ti i thash, unë jam skulptor. Ua, thash, po ky që nga tamam skenar filmi. Dhe më tha, po të duash bëjmë nesër një shëtitje me qenin. Më dha numrin e telefonit. Dhe ishte një takim krejt i thjesht. Mirë po, unë e mora në telefon për të parë, si që kemi në Shqip, a i nuk dinte shumë anglisht. Më tha, unë nuk flas anglisht, unë flas frëngjisht. Dhe ishte në pjesën gjermane, Frankofon. Dhe unë kisha bërë një 27 mësime frëngjisht, 37, me Vedim Kokonën. Dhe thash, ta marrë në telefon, po i recitoj një poezi, si që kishim në Shqipëri, edhe unë recitoj një poezi të Jacques Prévert. Aty, më tha, aty e pati goditjen, do me thonë, aty ra në dashuri, kur dëgjoj nga një shqiptare, ja se kishte iden që ekziston të Shqipëria, në frëngjisht që kishte gjuhën e nënës, dhe vetëm kishte patur marrëdhënie vetëm në gjermanisht, me këto gjermankat ose suedezet që ishin. Dhe dëgjon ai poezi, je vivrai sans toi, bien sûr que je vivrai, mais je serai comme un invalide avec une seule aile. Dhe, do me thonë, i ndodhi diçka, një emocion shumë i madh, siç ma tha më vonë. Dhe ne u takuam, bëm një shëtitje, vajtëm morë me Elinën hëngrëm darkë, të nesë me nikëm, do me thonë nuk ndodhi asgjë. As një puthje? Një puthje po. U ktheva në Shqipëri. Qita jo poezi e Jacques Prévertit, aq e bukur? Ajo ishte një ditë përpara. Ajo ishte një ditë përpara, okej. Jo, ishte në telefon, unë tash se ne poezit, sidomos unë i kisha buk me djathë. Kur s'kisha qartë të thoja, edhe nuk e kam gjetur më, edhe mund të recitoj. Do të shëron të recitoj? Po, në frëngjisht. me kënaqësi. Je vivrai sans toi. Bien sûr que je vivrai. Mais je serai comme un oiseau
avec une seule aile. Je vivrai sans toi. Bien sûr que je vivrai. Mais je serai comme un invalide avec une seule jambe. Je vivrai sans toi. Bien sûr que je vivrai. Mais quelque chose me manquera. Oh, quelque chose është të kërkosh diçka. Jo, diçka do jetoj pa ty. Po do jem si zogu vetëm me një krah. Do jetoj pa ty. Po do jem si zogu me një krah, si invalidi me një këmbë të vetme. Unë do jetoj pa ty, sigurisht që do jetoj, por do më mungoj gjithmonë diçka. Tani unë e kisha mësuar këtë poezi se ishte shumë e thjeshtë dhe kishte pak llafe dhe vetëm ndryshoi ajo un oiseau, një zogu, ishin të njëjtat fjalë. Pak shumë guxim dhe pak fjalë duhet për të kapur çastin e jetës, carpe diemin. Por unë nuk e kisha fare ndërmend të kapja të zotin e qenit. Të zonit e do me thonë, si quhej zoti i qenit? Daniel. Danieli është dashuria e jetës tënde? Në një farë mënyrë, po. Është ai në jetën tënde sot? Është, po do me thonë jetojmë në qytete të ndryshme. Okej. Po. U martuat me Danielin më vonë? Sigurisht. Do mërzitesha shumë mos ishe martuar. Dhe unë kthehem në Shqipëri, do me thonë me biletën duke 400 franga për të kthyer në Shqipëri, merrem me mend. Dhe Daniel më kishte dhënë numrin e telefonit, flas në telefon me Danielin dhe i them si ja kalon, e tha, po pse si do kishte mirë të vjen në Zvicër, i thash, po zvitot në Zvicër, po tha, nuk gjen dot punë në Zvicër ti? Si gazetare, po i thash, duhet t'jesh i martuar që të punosh në Zvicër. O, tha, po martohemi. Dhe unë, po, kaq let, kaq thjesht. Kaq let, kaq thjesht. Dhe unë, kur ika, do me thonë, ika në mars, kjo ndodhi në janar, derisa më çoj garancin, dhe unë i them shefit tim do zgjetja, punoja te skena dhe ekrani, i tha, shiko, unë po shkoj. Unë mund të them se dëshira ime ishte të kisha burr të huaj, në fakt. Për mua jashtë shtetit ishte të kisha një burr me një mentalitet tjetër. Sepse edhe burri shqiptar, nëse ka mentalitet tjetër, nuk e le shoqëria. Thot, po mirë, qa bën ajo gruaja? E mërzisin, qa bën ajo gruaja jote? Po mirë, pse kështu, pse ashtu? Kurse me tuajin smeret njëri? Po, kështu e ka ai. Po e justifikojnë. E justifikojnë, është i huaj. Dhe unë qefin tim kisha që t'jetoja në Shqipëri me një burr të huaj. Se mendoja që po t'jetoja larg Shqipërisë, do vdisja nga nostalgjia. Dhe... Po kjo nuk ndodhi. Unë sa po vajta aty, atëherë merre direkt pasaportën zvicerane. Dhe ne nuk e kishim iden që ndodhte kjo. Dhe kur vajtëm bile me vonesë për të martuar, thaj, do ketë një dokument kjo? Ata më dhanë pasaportën. Ua, ne u çuditëm. Dhe ata u çuditën, se gjithë bënin martesa për letra. Mirë po unë shqyr që më kishte marrë Perëndia mendjen, dhe isha shumë e dashuruar, dhe nuk e vuajta ikjen nga Shqipëria. Sepse isha në atë, kisha hall tjetër me një fjalë. Po sigurisht, ke qenë e dashuruar. Po. Dhe gjithmonë me mendimin tash që do shkojmë në Shqipëri, të jetojmë në Shqipëri. Dhe u mora me ambasadën zvicerjane, që të vija të punoja në Shqipëri në ambasadën zvicerjane. Mirë po, nuk mund punoja dot me letërsinë që kisha bërë. Duhet kisha bërë diplomaci. Kështu që unë duke pritur që të vija në Shqipëri, thash po shkoj me një bagazh, e fillova të bëj zysh frëngjishteje. Dhe thash po kthehem në Shqipëri, po ç'a do bëj atje, të paktën të mësoj të jap frëngjisht, kem një diplomë diçka. Dhe duke studiuar për mësuese frëngjishteje, mu ofrua një vend si asistent pedagoge në universitet. Nga libri i parë me poezi, ai ma ka sjell këtë. Ja dhurova pedagogës që jepte mësim, dhe ajo më zgjodhi si asistente. Ajo jeton tani në Shqipëri. Prej saj unë ndojta në Zvicër, prej meje ajo erdhi në Shqipëri. Po, janë këto lojrat e fatit. Dhe Danieli ka bërë kopertinën e librit, fotografinë e kopertinës të librit cilit sapo ta dhurova. Po, e ka bërë Danieli. Tani... Me që se më pyete a je në kontakt, kjo fotografia është bërë nga Danieli. Ne u martuam që unë të mund të jetoja në Zvicër, të jetoja me të. Por në qoftë se unë do isha në... Thjesht do bashkjetoja me të. Po, në Zvicër, do me thonë, do isha zviceriane, ati si kështë shkuar kur mundja për të martuar. Bila im tha këtë gjë.
unë tha nuk është në i merit që jam zviceran, në qoftë se mund t'i bëj mirë në njeriu, unë s'kam dërmend të martohem, në qoftë se mund të bëj një të mirë duke u martuar, po aq mirë. Dhe ti ke pasaportën zvicerane dhe jeto me këtë duash dhe ku të duash. Domethënë nuk ishte fare kusht. Okej, nuk ishte kusht, por ai u dashurua me ty. Po. Dhe sa vite zgjati dashuria? Ne kemi jetuar 10 vjet bashk, pastaj dashuria zgjat. Është ende. Është e njëjtë, po jetojmë në qytete të ndryshme. Se jetoni larg? Po sepse na pëlqen të dyve të jetoj secili për qejf vet. Unë jam shkrimtare dhe kur je grua, do rrish gjithkohon, do kujdesesh për të tjerët. Unë kur Elina mbushi 18 vjeç, thash, bollmo, kam gjithë jetën që kujdesem hëngri, nuk hëngri, u zgjua, laj thaj, tash dua të jetoj, dua të shkruaj, dua të jetoj një herë për qefin tim. Kam qenë nga babai te burri, nga burri te babai, prap, do me thonë gjithmonë e kondicionuar, kam qenë nën që në moshën 19 vjeçare, kështu që duke mos i bërë keq askujt, dua disa vite jetë që më mbeten, do me thonë, mbas të 40-ave, dua të jetoj për qefin tim. Tani do doja të isha edhe një mizë edhe të shkoja në çdo kompjuter apo telefon edhe si do reagojnë gratë për të parë si do reagojnë gratë kur dëgjojnë këtë deklaratë. Se në fakt ka një kohë për ta dashur dhe veten. I pyes të ftuarit për lumturinë, ata që kryesisht sidomos ata që vinë me valixhen e një jete të jetuar mirë dhe kanë eksperiencë. Edhe dua gjithmonë të marr sentenca, gjithmonë të marr kuintesenca të tyre për lumturinë. Dhe sigurisht ky është rasti i mirë për mua, ta marr një nga Besa Myftiu. Rast më të mirë nuk ke, sepse kur jepja mësim, e mbyllja gjithmonë me një leksion mbi lumturinë. Domethënë filloja me njohja, turpi, dashuria, vuajtja, pendimi, kisha 26 tematika, gjatë gjithë për çdo javë, 26 javët që jepja mësim dhe tematika e fundit ishte lumturia. Kështu që unë kam lexuar kaq shumë çka kanë thënë filozofët mbi lumturinë, sa që një orë të tërë mund të flas për lumturinë. Herës, e para një herë do të lëm një podcast vetëm për lumturinë. Po, jam gati ta bëj podcastin mbi lumturinë. Po, do bëjmë një takim 2 bashkë për lumturinë. Sot vetëm t'ua bëjmë pak zili. Lumturia, e para Freudi ka thënë, është subjektive. Ajo gjë që më bën mua të lumtur, dikën tjetër mund ta bënte fatkeqe, ose fatkeq. Për shembull, dikush më tha, unë do isha fatkeqe vetëm nga fakti që po t'isha i divorcuar. Okej. Kështu që, po, me një fjalë, lumturia është subjektive. Qëndron. Po. E dyta, lumturia varet nga tash i kam atë të Schopenhauerit, po këto do t'i lëm të gjitha për herës tjetër. Për mua, ajo që po jap mendimin tani si Besa, do me thonë, po do t'a them dhe Schopenhauerit. Schopenhaueri thotë një lypsar që është me shëndet të mirë është më i lumtur se sa një mbret i smur. Po si do e lije pa thënë këta? Si Besa për mua është mos më dhëmbi asgjë. Do me thonë në trup mos më dhëmbi asnjë gjë, mos kem as ftohtë as uri. Sepse një njeri që nuk i ka plotësuar dot kushtet minimale të ekzistencës, nuk mund të ngjitet të ngrihet dot në fazën e dytë, do me thonë, një fjalë kjo që mos më dhëmbi asgjë, mos kem ftohtë, mos jam duke u dridhur nga një dhimbje. E dyta, ti me rrethuar nga njerëz që dua dhe më duan. Dhe e treta, tash do të nxjerr prap Goethen, ai që ka lindur me një talent dhe për një talent gjen në përmbushjen e këtij talenti lumturinë e tij më të madhe. Do të thonë lumturia është problem në fakt për njerëzit që nuk kanë një talent të veçantë. Kurse njeriu që është lindur me një talent të veçantë dhe është shumë i apasionuar mbas diçkaje, e ka më të lehtë. Do të thonë, nëse do bëja një kjo më pëlqeu shumë. Nëse po
Unë për këto të flisja, mos rria të merresha me martesat. Unë për këto ju flas një podcast për vuajtjen, çfarë është vuajtja, një podcast çfarë është turpi, një podcast, domethënë, unë me këto jam marrë gjithë jetën. Besa, një tipar njerëzor që po të kishe një shkop magjik, edhe po të kishe mundësi ta fshije do ta hiqje, që të shqetëson. Zilia, më shqetëson zilia, xhelozia, domethënë. Ziliqari vuan 2 herë, se vuan edhe dështimet e veta, vuan dhe triumfet e të tjerëve. Dhe kjo më duket diçka shumë e shëmtuar. Këtë tipar do dëshiroja t'ja u hiqja njerëzve. Ndoshta nga ky kam vuajtur. A ke ti një peng? Ke ti diçka në jetë që nuk e ke bërë siç do doje, po të ktheheshe mbrapsht do ta korrigjoje? Sa herë që kam peng, jeta ma ka treguar që ishte më mirë ashtu. Për shembull, unë mbeta në Institutin e Arteve, më mbetën në klasë. Dhe ishte një peng shumë i madh. Dhe pastaj, kur u hap Shqipëria, unë e kuptova që po të kisha vazhduar si aktore, unë nuk do ta gjeja dot vendin, duke ikur 30 vjeç nga Shqipëria me një aksent, nuk do bëhesha dot aktore në asnjë vend të huaj. Dhe asnjë nga aktoret tona nuk, sado e talentuar, nuk bëri hajër jashtë shtetit. Dhe thash, sa mirë që unë bëra letërsinë, dhe letërsia atje njihej, domethënë direkt u bëra asistent pedagoge, sepse letërsia që kisha bërë unë i kishte të gjitha pikat dhe s'kisha nevojë të bëja asnjë shtesë, dhe t'jepja asnjë provim shtesë për tu marrë si asistent pedagoge dhe pastaj që bëra pedagoge në Universitetin e Gjenevës. Çfarë nuk të ka pëlqyer asnjëherë nga Zvicra? Koha. Gjëja që nuk më ka pëlqyer, domethënë që s'ka det edhe që nuk ka diell. Kaq pak. Po. Kurse gjërat e tjera, domethënë po, kjo më ka shqetësuar. Në Shqipëri çfarë të pëlqen? Koha? Koha. Vetëm koha? Më pëlqen koha, më pëlqejnë miqt që kam, domethënë, dhe fakti që këtu gjithçka është e mundur. Në Zvicër, për shembull, shkuam ishim me Elinën të dyja dhe desha të bleja diçka dhe ishte ora, ajo mbyllte në 7 dhe ishte 7:01 minutë. Dhe unë i bie xhamit, edhe Elina thotë, shiko, është 7:01 minutë, ajo çado që të bësh ti, edhe të fikët të bjeri këtu nuk të hap. Ua, thash, kurse në Shqipëri më kujtoi që babi, ke dyqani, vinte, e mbyllte në 8 deri në 8:30 dhe këto, se vinin njerëzit. Këta e kemi të mirë. Shpresoj ta kemi ende, po e kemi ende në përta. E kemi me një fjalë që ka fleksibilitet, po shiko, puna është që në çdo vend varet në cilën pjesë e shoqërisë bën pjesë. Unë bëj pjesë tek artistët alternativ dhe marginal. Kështu që ata që i lash në Shqipëri në vitet 90, i kam atje, i kam gjetur në Zvicër. Sepse jeta zhvillohet në një rreth shumë të ngushtë. Jeta, Adeu, janë njerëzit që të rrethojnë. Kur isha fëmijë, Adeu ishte oborri i shtëpisë time. Tani, Zvicra për mua është Gjeneva, po të shkosh në një shatel dhe të jetosh në ato pallatet ku ka persona që nuk merren me art, për shembull është një Zvicër tjetër. Kurse unë kam të bëj vetëm me studentët cilëve ju jap mësim, domethënë që interaksioni, bashkëaksioni është vetëm në sens unik, vetëm në një sens. Kurse miqt kam të bëj me njerëz që bëjnë ose muzikë, domethënë Elina mikesha ime më e madhe, ose që merren me filozofi, që shkruajnë shumë, ose që janë valltare kërcimtare. Kështu që ose skulptor si Danieli, domethënë nuk kam të bëj edhe në Shqipëri pak a shumë me njerëz që s'merren me art. Dhe dhënia e mësimit është një mënyrë që nuk, domethënë 2 herë në javë kam thënë gjithmonë, s'kam punuar asnjëherë 100%. Cila është frika jote më e madhe? Frika ime më e madhe është që të mund të sëmurem dhe të mos iki dot nga jeta në momentin që dua, por e kam zgjidhur, sepse e kam vendosur. Kam thënë që në momentin që unë dua të hiki nga jeta, do iki. Kështu që nuk dua të kërcej në jetë dhe nuk dua të zvarritem. Dhe
është një këngë e Adidas që thotë dua të vdes në sken, unë dua të vdes në momentin që i kam plotësuar të gjitha pa filluar vuajtja. Domethënë përpara vuajtjes. Me që jemi të Shqipëria, Besa, dhe ti po vjen, këtë herë nuk e ardhur thjesht për kohën e mirë apo për takuar miqt, po ka ardhur sepse ke për të dhënë një film. Është premiera e filmit që ka zgjatur 44 minuta? Po. Nga traileri, se unë do të vi ta shoh. Vërtet u po sa mirë. Po do të vi patjetër. Pse do ta humb filmin? Jam shumë emocionuar që momente të cilat i kam jetuar në Shqipëri dhe në Zvicër, dhe që i kam filmuar vetë pa mendimin se do të bëja një ditë film, i kam përmbledhur në 24 minuta dhe gjysma e filmit është Elina që këndon dhe kam vënë muzikën e Elinës. E pash. Dhe tashti është hera e parë që jepet në kinema, filmi. Domethënë mamaja ime kur ishte e re, e kishin thirrur në kinostudio për të bërë aktore, mirë po i tha gjyshja, pu, tha, të shkosh të bësh aktore e ti dhe do mbetesh të jetën pa martuar, si Filanka, dhe nuk e di kush ishte ajo aktore pa martuar në Korçë, se vinte nga Korça. Dhe ta dinte mamaja ime që tani, domethënë mbas moshës 80 vjeçare dhe që nuk është më në këtë botë, ajo atë do ta duartrokasi në kinema. Kjo është diçka shumë e bukur, shumë e veçantë dhe është një omazh për atë mama që më ndeshi pa kushte dhe që ka ndikuar jashtëzakonisht në ndjesinë që kam unë dhe kuptimin e lumturisë. Kuptimin e jetës. Dhe kuptimin e jetës dhe më ka bërë të lumtur. Më ka mësuar që në fëmini që t'jem e lumtur. Dhe në qoftë se unë nuk jam e lumtur, nga diçka iki dhe kërkoj një vend tjetër ku jam e lumtur. Dhe kjo është falë mamas time, meqense nuk më ka krijuar frustracione, nuk më ka kritikuar dhe më ka thënë në një farë mënyrë që ti meriton ti jesh e lumtur dhe kërko lumturinë atje ku është. Mirë, Besa Myftiu, takohemi në kinema herës tjetër. Takohemi në kinema. Të dielën? Të dielën. Po. Shumë faleminderit. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.